Do të zhvendosemi në Vlorë, ku ndodhet gazetarja Marinela Lina. Sot në Vlorë ka zgjedhje dhe ciklizëm dhe një numër të ullët të pjesëmarrësve në votime në këto momente, por lidhemi me Marinelën. Po Ardi, edhe zgjedhje nga një ram, por dhe ciklizëm nga ana tjetër. Ne raportojmë për një situatë të qetë nga Vlora, nga qarku i Vlorës, por edhe nga bashkia e Vlorës, ku sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve deri në orën 12 nga 449 qendra votimi në këtë qark, kanë votuar vetëm 24.228 qytetarë, ose të ndryshe rreth 16.28%, që vërteton dhe atë që the dhe ti pak më përpara Ardi, pra një pjesëmarrje të ulët të qytetarëve në qendrat e votimit. Ne jemi interesuar në disa qendra votimi në Bashkinë e Vlorës dhe pothuajse në të gjitha kemi marrë një konfirmim edhe nga komisionerët që ka pasur një pjesëmarrje të ulët të qytetarëve në votim, por ata presin deri në orën 19 për të marrë edhe ato votat e fundit dhe për të plotësuar atë numrin total që janë vendosur për çdo qendër votimi. Nëse ndalemi pak sipas 7 bashkive të qarkut Vlorë, më së shumti qytetarët kanë votuar në Bashkinë e Vlorës me rreth 14.000 qytetarë, pasuar më tej nga Saranda, Himara, për të vijuar më shumë me Selenicën, Finishin, por dhe Delvinën, të cilat janë edhe bashkitë që kanë marrë, ku qytetarët kanë shkuar më pak për të votuar. Më në brendësi të bashkisë së Vlorës, më shumë është votuar pikërisht në qendër Vlorë, pasuar më tej nga Novosela, Orikumi dhe më pak qytetarë kanë shkuar në Shushicë për të votuar. Situata, siç e tham, ka qenë e qetë, por supozoj që deri në orën 10 ishte bërë një kërkesë nga përfaqësuesi politik i Partisë Socialiste për një zgjatje të procesit të votimit, por u konfirmua nga kryebashkiaku i Vlorës që nuk do të kemi një zgjatje, por procesi i votimit për të gjithë qytetarët do të përfundojë pikërisht në orën 19. Të falenderoj Marinela.